dua të ndaj diçka që kemi nisur përpara një viti, edhe ne hodhëm një hap të guximshëm në fakt. Ishte një hap ku mjaft motra vëllezër morën shërbimet si një sfidë përpara Perëndisë, por edhe gjithashtu edhe si një mundësi për të maturuar përpara në Zotin. Edhe si me fëmijët, edhe me të rinjt, edhe me studentët, burrat, gratë, bëm atë lëvizje një vjeçare. Edhe ka qenë sfiduese në fakt për ta. Ka qenë gjithashtu besoj edhe gëzim, sepse ata kanë parë nga afër privilegjin e shërbimit, po edhe gjithashtu luftën e shërbimit, sepse janë të dyja së bashku. Edhe kanë ndjerë edhe peshën, çfarë do të thotë një peshë përgjegjësie përpara Perëndisë. Edhe Perëndia i ka përdorur ata, jam i bindur për këtë, edhe nëse kthejmë kokën mbrapa, edhe të shohim dorën e Perëndisë si punon, edhe tani një vit më vonë janë më të matur, më të pjekur, edhe Bibla na kujton një premtim tek e parë Korintasve 15:58, edhe ndua t'ja kujtoj atyra. Thot, prandaj vëllezër të mi të dashur, jeni të patundur, të palëvizshëm, duke mbushulluar gjithnjë në veprën e Zotit, sepse e dini që mundi juaj nuk është i kot në Zotin. Ajo që është bërë nuk është e kot në Zotin. Edhe duhet të vazhdojmë kështu përpara. Domethënë shërbimi ja vlen. Dhe shërbimi ndaj Perëndisë ja ka vlerëtur. Edhe që nga mënyra analitike ne përpiqemi të shohim gjysmën e godës bosh. Nëse je në drejtim në shërbim kështu zakonisht shikon. Ne duhet të jesh realist në fakt. Të shohësh edhe çfarë ka për të përmirësuar, por të shohësh edhe çfarë është bërë në Zotin. Kështu që duam parë të dyja gjërat. Dhe shërbimi ja ka vlerëtur. Mundi ja ka vlerëtur, sakrifica ja ka vlerëtur. Edhe nuk është koha të ndalojmë, por është të vazhdojmë përpara. Po tashmë më të pjekur, më të matur, edhe duke qenë një shtyllë në atë shërbim ku Zoti na ka vendosur bashkë me drejtuesit në vitin që vim përpara 2026-2027. Po do të kujtoj pak edhe Zbulesën 14:13 që thot: dhe dëgjova një zë nga qielli duke thënë: shkruaj, të bekuar janë të vdekurit që tashe tutje vdesin në Zotin. Po, thot fryma, që të prehen nga mundimet e tyre dhe veprat e tyre i ndjekin ata nga pas. Kjo është në kontekstin e kohës së mundimeve pasi kisha merret. Edhe është ndodhur që pasi shenjtorët e mundimeve sakrifikojnë për Jezu Krishtin, Bibla thot veprat i ndjekin nga mbrapa. Domethënë veprat do zbulohen një ditë. Kjo është ajo që duke thënë Zoti. Dhe në vend gjykimin e Krishtit si një zbatim dhe për ne të krishterë, ndërkohë që ne jetojmë për Zotin, veprat na ndjekin nga mbrapa. Dhe një ditë në vend gjykimin e Krishtit do të zbulohen veprat. Prandaj them që mundi në Zotin nuk është i kot. Por që vlen çdo gjë që keni bërë për Perëndin. Edhe dua të them faleminderit, edhe është mjaft të çmuar për këtë. Faleminderit për mundin, nxitjen, kurajon e dekurajim. Le të jemi mirënjohës. A mund të themi faleminderit me një duar trokitje? Amen. Shumë faleminderit. Kam një fjalë për të gjithë ju që ndoshta askush nuk ju vëre. Edhe sigurisht e keni bërë atë që keni bërë për Perëndin. Por Zoti e ka vënë re këtë. Edhe Perëndia ka të njëjtat fjalë gjithashtu, por unë do të lexoj nga Hebrejnë 6:10 për ju. Se Perëndia nuk është i padrejtë që të harrojë veprën tuaj. Domethënë Zoti nuk është i padrejtë. Ai e ka parë çka keni bërë. Ai shef çfarë po bëni. Edhe ai do të shoh atë që do të bëni gjithashtu. Edhe thot, dhe mundin e dashurisë që keni dëftuar ndaj emrit të Tij. Për të e kemi bërë apo jo? Për emrin e Tij, për emrin Jezus, atë që na shpëtoi. Është emër mbi çdo emër. Atij shërben. Për atë kemi ardhur në këtë kishë sot apo jo? Nuk kemi ardhur për njëri tjetrin. E kuptoj që është bekim sepse jemi mishët të Tij, kockave të Tij. Por ka një emër që na ka shpëtuar, ka një emër që na mbledh, ka një emër mbi të cilin ne shërbejmë, jetojmë, marrim frymë. Dhe ai është emri Jezus. Edhe Bibla vazhdon dhe thot, në atë që u keni shërbyer shenjtorëve dhe u shërbeni. Edhe thot pastaj tek Marku 10 thot, dhe kushdo që do t'i jap të pi njërit për këtyre të vegjëlve. Veç një kup ujë të ftohtë në emrin e një dishepulli. Në të vërtetë po ju them se ai s'ka për të humbur në asnjë mënyrë shpërblimin e vet. Pra në qoftë se ne bëjmë edhe diçka
të vogël. Sepse thot, për kush e ka përshmuar ditën e gjërave të vogla? Jo Zoti. Jo Zoti. Zoti nuk përshmon ditën e gjërave të vogla. Edhe ditën ku ke dalë për të ndarë një ftesë, nuk e ka përshmuar Zoti. Edhe ditën kur dole për të blerë ushqime për të varfrit, edhe ditën kur shkove dhe u dhe atyre të varfë dhe ushqim, nuk e përshmon Zoti. E vlerëson Zoti. Edhe ditën kur bëre mikpritjen të dera, nuk e përshmon Zoti. E vlerëson Zoti. E shpërblen Zoti. Edhe ditën që mbajtje fëmijët andem atan. Edhe ditën që i re një vegle muzikore. Edhe ditën që hodhe këngën në PowerPoint. Edhe ditën që bëre gati fonin, hape dyert, rregullove kondicionerët, sepse janë përshenjtorët, apo jo? Por ja mundi që ne bëjmë përshenjtorët e Perëndis, por e bëjmë për emrin e Tij, apo jo? Kështu thot Bibla. Sepse Zoti shikon gjërat e vogla. Edhe atë që ndoshta nuk e përmenda dot. Bibla thot, nuk do të humbë shpërblimin e vet. Shikoni pak të Gjoni 1, vargu 40 dhe 42. Një nga ata të dy që e dëgjoi Gjoni të fliste dhe ndoq që Jezusin ishte Andrea, vllai i Simon Pjetrit. A e gjeti së pari vllain e vet Simonit dhe i thot, kemi gjetur Mesian që përkthyer është Krishti, dhe solli te Jezusi. Ata që ndodh zakonisht është ne jemi të prirur të shohim njerëzit që janë përpara, ata që drejtuan në shërbim, ose ata që janë në krye, ose që bëjnë disa gjëra të dukshme. Por duhet të dini që Zoti shikon çdo gjë. Edhe në këtë kontekst, ne mund të themi që Pjetri nuk ka asnjë si Pjetri, apo jo? Sepse Pjetri ishte ai që ecë mbi ujëra. Pjetri ishte ai që guxoi dhe tha, ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Pjetri ishte ai që u ngrit në këmbë edhe dëshmoi përpara judejve në Izrael. Dhe 3.000 burra u shpëtuan në ditën e Pentakostit, apo jo? Por e dini çfarë? Nuk do të kishte Pjetër nëse nuk do të ishte Andrea. Nuk do të kishte. Dhe nuk do të kishte gjithashtu një kish biblike të Durrësit, nëse nuk do të ketë njerëz që çfarë? Që ndoshta nuk bie në sy. Por pa ata nuk ka Pjetër. Pa ata nuk ka fuqinë e Perëndisë në një shërbim në kishën lokale. Sepse Bibla thot tek e parë Korintasve 12:27, tani ju jeni trupi i Krishtit. Pra kur ai flet për kishën, ai e quhen trupin e tij. Edhe thot, dhe secili, domethënë në mënyrë individuale, çdo njeri që është i rilindur, secili gjymtyr të tij. Pra nëse ti je i rilindur, Perëndia me anë të frymës së shenjtë në ditën e shpëtimit tënd të pagëzojë në trupin e Krishtit. Edhe ajo që ndodhi është të bëri ty gjymtyr të trupit të tij. Kështu që ti je gjymtyr aty. Dhe një ditë, ashtu si Krishti mori trupin lart fizik, do të marrë edhe trupin frymëror të gjithë fizik lart. Nuk do të lërë asnjë gjymtyr poshtë. Edhe ajo që ndodh është, dhe syri thot Bibla më poshtë, nuk mund t'i thot dorës, nuk kam nevojë për ty. Domethënë një gjymtyr nuk mund t'i thot një tjetër, nuk kam nevojë për ty. Madje Bibla thot, as kryet nuk mund të thonë këmbëve. Domethënë kush është kreu i kishës? Kreu i kishës është Zoti Jezu Krisht. Dhe vetë Zoti Jezu Krisht thot, nuk mund t'i thot një gjymtyre, nuk kam nevojë për ty. Sepse ai vetë zgjodhi t'ju bënte mish të mishët të tij, kockave të tij sipas Efesianëve 5. Kështu që duhet kuptojmë që mënyra si është ndërtuar trupi është ndërtuar në mënyrë vërtet të mahnitshme. Madje Bibla thot që ato që nuk para i kushtojnë rëndësi kanë më tepër vlerë. Mund të humbësh një krah, por nëse humb shpretkën, humb mëlçen, ke probleme serioze apo jo. Por ne nuk mendojmë kështu kur vim puna në shërbim. Ne do t'i ndajmë gjysmat, t'i hedhim poshtë dhe gjysmat duam t'i mbajmë. Ndonjëherë, jo gjithmonë mendojmë kështu. Prandaj do të kuptojmë rëndësinë e trupit, rëndësinë e bashkëshërbimit, ashtu si Perëndia e shikon. Përkundrazi, vargu 22 e parë Korintasve 12:22, shumë më tepër ato gjymtyr të trupit që duken më të pafuqishme. Kush po pyet për këtë? Çfarë thot Bibla? Ne do të heqim mendimet tona dhe do të vëmë mendimet e Perëndisë në mendjen tonë. Kështu transformohemi në imazhin e Krishtit. Kështu bëhemi edhe më shumë si Jezusi ditë pas dite. Prandaj do të lexojmë Biblën. Që duke lexuar Biblën do të dimë çfarë mendon Perëndia. Dhe sa më shumë që rrim me mendimet e Perëndisë, fillojmë të mendojmë si mendon Perëndia.
Dhe pastaj çfarë bën? Ti nuk flet me një njeri, po flet me kë? Me një birë të Perëndis. Jeni më të shmuar se sa mendoni. Ju që nuk para ju kushtoj rëndësi ndoshta. Jeni më të dobishëm se sa mendoni. Jeni jetik për trupin e Krishtit. Faleminderit Zotit për ju. Dhe duhet të vazhdojmë përpara të shërbejmë me gëzim. Po mund të them faleminderit për gjitha ata që ndoshta nuk para kanë marrë një vlerësim, por një ditë Zoti do t'ju jap aty. Lavdi Zotit. Amen. Amen. E para Timoteut 1:12 ne duhet të vazhdojmë të gjithë. Nuk ka rëndësi çfarë roli kemi. Sepse në trup kemi thjesht një rol, por është Zoti që ndërton kishën. Dhe nëse ke një rol, bëhe me përulësi. Nëse ke një rol tjetër, bëhe përsëri me përulësi. Aja dorë, aja sy, aja këmbë, a çfarë je, Zoti e di që të ka dhënë një dhunti të mbinatyrshme, bëhe me përulësi. Zoti nuk ngrë dhuntit. E di kë ngrë Zoti? Veten e ti. Ne nuk lartësojmë edhe nuk duhet të lartësojmë dhuntit, ne duhet të lartësojmë Jezusin. Ai ndërton kishën, ai na mban të bashkuar, ai është ai që bën punën. E para Timoteut 1:12 thotë dhe falenderoj Krishtin Jezus Zotin tonë, i cili më ka aftësuar nga që më konsideroj besnik duke më vënë në shërbes, se cili nga ne është thirrur nga Perëndia në shërbes. Pse? Sepse që kurse ne u vum në trupin e tij, Bibla na tregon që u bëm krijesa të reja. Dhe Bibla na tregon që na dha shërbes ose shërbimin e pajtimit. Të gjithë jemi thirrur nga Perëndia për të fituar shpirtra, dhe të gjithë jemi thirrur nga Perëndia në trup për të funksionuar në trup për ndërtimin e njëri tjetrit. Dy janë shërbimet e një të krishterit. Shërbimi në kishën lokale me aftësitë dhe dhuntitë e mbinatyrshme që Zoti ka dhënë për të ndërtuar, inkurajuar njëri tjetrin për të ecë me Perëndin. Dhe tjetra është për të kërkuar të humburit, për të pajtuar ata me Zotin. Këto janë dy shërbimet e njeriu të rilindur. Nuk ka nevojë nëse keni një drejtues apo nuk keni një drejtues, tashmë Bibla ka shumë të qartë. Edhe ka zbuluar këtë. Por të gjithë neve na është dhënë ky shërbim. Prandaj, dy janë pyetjet më të rëndësishme që mund të bëjmë vetes. Si mund të jem unë edhe më mirë për të fituar shpirtra? Është pyetja e mirë. Sepse ky është shërbimi që Zoti më ka dhënë. Dhe si mund të jem unë edhe më mirë për të ndërtuar, për të parë të tjerë të ndërtohen? Janë dy gjëra, nëse do të vijnim dy vath që janë shërbimi një të krishterë, janë pikërisht këto. Sa marrim frymë mbi tokë, si mund të jem edhe më efektiv në evangelizim? Sepse kjo është jeta ime. Me të humburit, mes të humburve, është të fitoj ata për Krishtin. Si mund të jem unë mes të krishterëve, me të krishterët, edhe më mirë për të ndërtuar, nxitur, inkurajuar ata? Çfarë mund të bëju më mirë? Që një motër, një vëlla të mund të shoh atë të ndërtuar. Janë tre gjëra kryesore lidhur me pyetjen e dytë. Patjetër që ka shumë, nuk është shtaruese. Mund të lutem për ta, mund të shkoj të kujdesem për ta, mund të inkurajoj atë, mund të nxjis atë, mund të qortoj atë në frymën e shenjtë, por duke lënë Perëndin të më përdorë. Sepse gjithçka është për ndërtim. Edhe do të them tre gjëra. Së pari duhet të kuptoj që në qoftë se unë e di që jeta ime është lënë nga Perëndia për të ndihmuar të tjerë të ndërtohen, ta them edhe një herë këtë, në qoftë se e di që jeta ime është lënë nga Perëndia mbi të tokë që të tjerë të ndërtohen, unë duhet të kuptoj arsyen pse kaloj në luginën e vuajtjes. Sepse arsyeja pse kaloj në luginën e vuajtjes nuk është vetëm për mua, por është edhe për të tjerë. 2 Korintasin 1:3-4. I bekuar qoftë Perëndia pikërisht Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, Ati i mëshirave dhe Perëndi i gjithë ngushëllimit, i cili na ngushëllon në gjithë trazimin tonë që ne të jemi në gjendje të ngushëllojmë ata që janë në çdo trazim me anë të ngushëllimit me të cilin ne vetë jemi ngushëlluar nga Perëndia. Vëre, çfarë thot vargjet? Apostulli Paul po thot që unë jam ngushëlluar nga Perëndia, po pasaj na thot që të jemi në gjendje. Unë dhe ju nuk mund të jemi në gjendje të ngushëllojmë një tjetër në qoftë se ne nuk kemi kaluar në vuajtje edhe në sprova që të mund të marrim ngushëllim nga Perëndia, që të mund të ngushëllojmë të tjerët. Pra kuptoni arsyen se pse Perëndia na bën që të kalojmë në për lugina vuajtjes. Po flasim për ndërtimin e tjetrit, që të jemi në gjendje
Ne jemi në gjendje të ngushëllojmë kur ne kalojmë në për ato vuajtje. Shkruaje ngjarjen tënde. Shkruaje në një fletore. Një ditë Zoti do të përdor atë. Ndoshta me fëmijët atu. Ti je i sigurt sepse kur nuk ndodh rastësisht ajo që po ndodh me ty. Edhe gjithashtu një tjetëri që një ditë do të kalojë atë sfidë, atë problem, atë vuajtje, atë lugin. Sepse kur ti kalon këtë gjë, ti fiton atë statusin e njeriut që ka pesh fjala jote në atë vuajtje. Sepse kush mund të ngushëlloj një nën që i ka humbur biri, për vetë se në nëne që i humbi biri, apo jo. E di që kjo është krahasim ekstrem, por e kap një lidhje? Kush mund të ngushëlloj dikë që ka kaluar në një dështim, për vetë se ai që dështoja aty, u qua, u ngrit, ngushëlloj Zotin dhe ati përpara. Është mjaft e rëndësishme të kuptojmë këtë. Sepse Bibla thot, e parë Pjetër 5:9, të cilin ti rezistonit patundur në besim, duke e ditur se të njëjtat sfilit janë me tuaja, po përmbushen edhe në vëllezërit tuaj kudo në botë. Domethënë, nuk kam ca sfilitje, por edhe të tjerë kaloj sfilitje ose vuajtje. Atëherë, nëse unë po kaloj në këtë lugim vuajtjesh, atëherë mund të shkoj të ngushëlloj atë. Si mund të ngushëllosh në vdekjen e babait, nëse nuk ka vdekur ty babai, nuk po them që duhet të vdes. Për mua babai më la kohë përpara. Ata mund të jem pranë atij. A kuptoni për çfarë po flasim? Kur ti kalon nëpër sfilitje, ti fiton pasaportën nga Perëndia për të qenë i aftë, për të ndihmuar, ngushëlluar, ndërtuar, inkurajuar një njeri tjetër në atë sprovë, në atë sfilitje, në atë vështirësi, në atë pengesë me të cilën je përballur. Që të ndihmoni të tjerë, duhet të kuptoni që jeta juaj kur nuk do të ketë kuptim nëse mendoni që vuajtja është vetëm për ju. Çdo sfidë, çdo hall, çdo dhimbje që kalojmë na bën më të ndjeshëm ndaj halleve, sfidave dhe dhimbjeve të tjerëve. Thani amen. Sepse nëse nuk kalojmë këtë jemi të pandjeshëm, jemi pak arrogant apo jo. Por duke provuar mbi supet tona vështirësinë, vuajtje, fitojmë aftësinë ose pasaportën nga Perëndia për të qenë ngushëllimi më i mirë për një tjetër. Në atë vuajtje, në të tashmen apo të ardhmen. E dyta është, mos hiq kur dorë nga njerëzit. Domethënë pasi ti kupton arsyen pse po kalon vuajtje, atë do të thotë që ti ke njerëzit tani përpara apo jo. Sepse ti kupton pse po kalon vuajtje. Tani ke njerëzit, por njerëzit do të kenë sfida, vuajtje, probleme dhe vështirësi. Atë do të thotë që ata do të kalojnë sa gjëra. Mos hiq dorë. Tani edhe në qoftë se ata po dështojnë, mos hiq dorë, sepse edhe ti ke dështuar, por Zoti nuk hoqi dorë apo jo. Amen. Të krishterët në Korint nuk ishin dhe aq të mirë për t'u lejuar të shërbenin me palin. Kemi të sinqertë. Ishin ndarë grupe. Kishin mëkate të rënda. Prishnin darkën e Zotit. Kishin humbur kuptimin e ringjalljes. Të krishterë në mish që ecni keq me Perëndin. Flisni keq për palin. Pali nuk hoqi dorë. Dhe ky është mësimi për ne. Ne nuk duhet të heqim dorë nga njerëzit e tjerë, pavarësisht dështimeve të tyre. 2 Korintasit 12:19 thot kështu: sërish, a me doni se po justifikohemi te ju, ne flasim në Krishtin përpara Perëndis, por i bëjmë të gjitha për ndërtimin tuaj o të dashurit e shtrenjtë. Pra Pali, duke kuptuar që vuajtjet që kaloi ishin që të mund të ishte i aftë të ndihmonte të tjerët, atëherë kuptonte që Perëndia apo punonte në të në mënyrë që të ishte një bekim për të ndërtuar të tjerët. Por shikonte që të tjerët kanë probleme, edhe kanë ngritje rënie, kanë ecje në mëkat, vështirësi, gjithë ato gjëra, edhe çfarë bën? Dhe Pali nuk heq dorë prej tyre. Edhe na mëson ne të mos heqim dorë nga njerëzit, pavarësisht dështimeve që kanë. Pali donte Korintasit dhe donte të ishte të ndërtuar, por nuk u mbylli derën. Është rasti i prindërve me fëmijë rebel. Mund të jetë një fëmijë i keq, edhe ndoshta mund të shkojë aq keq, sa ndoshta edhe mund të telefonosh policin, ta marrin, ta fusin brenda, sepse nëse shndron jashtë do vritet. Por si do që të sillesh me fëmijë rebel,
kur në zemrën tënde nuk e mbyll derën ndaj tij, nëse je një prind I tij. E njëjta gjë është dhe nga ana fëmërore. Dhe pali kur nuk e mbylli derën. E dini që babai nuk e mbylli derën e djalit plankprishës. Por e dini që vllai I tij ja mbylli derën apo jo? Sepse vllai I tij tha, prit, erdhe ky edhe numëroi listën e mëkateve. Ja ti jo. Ja ti jo. Prandaj që të shohim të tjerë të ndërtuar, duhet të kuptojmë pse po vuajnë. Sepse Perëndia ka një plan me ne të ndërtojë të tjerët. Dhe mënyra si ndërtojmë të tjerët duke kaluar në vuajtje, që të mund të ndihmojmë ata që kalojnë në vuajtje. Dhe dyta është kur kuptojmë këtë, atëherë nuk mbyllim derën askujt në shërbim apo kudo. Askujt. Është e lehtë të zemërohesh. Dhe jam I sinqert për këtë. Është e lehtë të zemërohesh, është e lehtë të fshish njerëzit nga jeta. Sepse të zhgënjejnë. Është e lehtë. Po nuk duhet të bëjmë këtë. Pra, kupto pse po kalon vuajtjet. Nuk janë për ty. Ose nuk janë vetëm për ty. Janë që të mund të ndihmosh të tjerët në të njëjtat vuajtje që kalon ata. E dyta, kur mos e mbyll derën. Kur mos hiq dorë nga njerëzit. Dhe e treta është guxo të besosh atyre. Kjo është pak e vështirë apo jo? Tani, a mund të besosh Korintasve? Si thoni, u besohet Korintasve? Lloj gjëra shflidheshin për ta, për Korintasve. Kishte dalë në ami për lloj mëkatesh. Njerëz në mish. Totalisht në mish. Nuk kishte nevojë të shkojnë në botë. Shkojnë në Korint, ishte bota për në Korint. Por Pali, megjithse pa një kishte të tillë. Megjithse ata folën keq për Palin. Bibla thonë letrat e tij kanë peshë të fuqishme, por paraqitja trupore e dobët e të folur të tij përçmueshëm. Kush është Pali? Pali është një pinxo I vogël. Kush pyet për të? Tani nëse do ishit juve në shërbim, edhe dikush flet keq për ju, a do ta merrnit atë e ta vinit në shërbim? Nëse do ishit në mish jo. Nuk do ta bënit këtë. Nuk do t'i jepnit mundësi atij. Përkundrazi, do ta vinit me shpatulla për muri. Por guxo të besosh përsëri në shërbim. Pali I quan bashkëpunëtor me Perëndin. Wow. Pali u beson atyre në fushën e misioneve. Pali mburret me ta tek të tjerë. Çfarë po thua? Burret me ta. 2 Korintasit 8:24, prandaj dëftoni ndaj atyre dhe përpara kishave provën e dashurisë suaj dhe mburrjen tonë për ju. Pse është e gjitha kjo? Sepse rruga biblike për të parë të tjerë të ndërtohen është të besosh atyre në shërbim, pavarësisht si sillen me ty. Pavarësisht nëse të fyejnë ty. Pavarësisht nëse përflasin keq për ty. Pavarësisht nëse të përçmojnë ty. Sepse ti shikon cila është rruga e Perëndisë për të ndërtuar njerëzit. Ti sillesh si njeriu Perëndis mbi tokë, jo si njeri në mish. Vjen ra profeti Jona. Profeti Jona, çfarë ndodhi? Zoti dha një mision. Edhe Jona shkoi në drejtimin e kundërt, sepse Ninive I duhet ikte nga lindja dhe Jona iku nga perëndimi. Ata keni njerëz në shërbim, edhe keni një takim evangelizimi edhe çfarë, nuk u vin. Edhe u mendoni, daj dorë nga këta, po të kisha këta 3, nuk mund të heqësh dorë nga njerëzit motra dhe vëllezër. Nuk mundesh. Nuk të lejon Bibla këtë. Nuk mundesh. Edhe di çfarë bë Zoti? Edhe Zoti patjetër punon atë. Nuk po flas të pajtojmë me mëkate, nuk po flas të ulemi të flasim me të. Nuk po flas të mos çortojmë me dashuri. Po nuk mund të heq dorë nga njeriu kur. E Bibla na tregon që Jona merr një mundësi nga Zoti prapë. Dhe fjala e Zotit erdhi te Jonai për herë të dytë duke thënë, për herë të dytë, çau shkon në Ninive. Tani ti je skeptik është e lehtë. Ti je dyshues është e lehtë. Të mos u besosh të tjerëve është e lehtë, sepse ata kanë rënë, u beson një herë bien, u beson prap 2 herë nuk të vin, u beson 3 herë nuk të vin, u beson 4 herë nuk të vin. Është e lehtë ti je skeptik. Edhe është e lehtë sepse mbron veten edhe nga lëndimet. U lodha, më lëndoj 1 herë, më lëndoj 2 herë, më lëndoj 3 herë.
por mënyra se si ndërtohen njerëzit është të gjejmë guximin të japim mundësi njerëzve të shërbejnë Zotit përsëri e përsëri e përsëri. Para thoni amen. Apo nuk jeni dakord? Thoni amen. Amen. Të jeni përsëri e përsëri. A dini që pali i madhi pal u shpëtua? Edhe ai pas 3 ditësh pasi ai agjëroi dhe po lutej, ai filloi të fliste gjithandej për Jezusin. Pastaj në një pikë të jetës tij ai u zhduki iku në tars. Edhe askush nuk dëgjon më për palin. Nuk e di çfarë problemi kishte, po nuk e gjen më palin në sken. Por vjen një burr që ka emrin Barnaba. Edhe ai shkon e kërkon atë edhe e gjen atë. Edhe çfarë bën? Edhe e sjell atë në kish. Edhe Perëndia jep mundësi përsëri, Barnaba jep mundësi përsëri. Edhe ai bëhet misionar që Perëndia e përdor fuqishëm duke quajtur Ungjillin nga Jeruzalemi deri në Iliri. Është shumë e rëndësishme atë mund të kemi mendësi biblike në mendjen tonë. Ne shpeshherë rrim me lollo gjëra dhe nuk rrim me Biblën. Dëgjoni pak të them pse është e rëndësishme, ta them pse është e rëndësishme të japim mundësi përsëri. Dëgjoni çik me vëmendje. Të guxosh, të besosh, duke e ditur se mund të zhgënjejnë përsëri. Është manifestimi vetë karakterit të Krishtit, i cili na besoi ndonë se e dinte se sa shumë dështojmë. Amen. A dështimet e mia ai di vetëm unë. Ju nuk e dini dështimet e mia. Por Zoti prap të jep ty mundësi. Prap të jep ty mundësi. Prap të jep ty mundësi. Atë kur ti rritesh dhe ke karakterin e Krishtit, ti sillesh si Krishti sillet me ty, sillesh me të tjerë. Nuk po them të abuzojmë me mëkatin. Sepse edhe me mëkati Zoti na qorton. Shehu. Edhe na ndrejt të ndenjurat. Po flasim që Perëndia është i mirë dhe na jep mundësi, sepse ai punonën e të ndërtoj karakterin e tij. Punonën e të përgatis për mbretërinë që është duke ardhur. Dhe ne duhet kuptojmë që qëllimi i Perëndis për njerëzit e tij është i shoh të ndërtuar. Atë ne jetojmë dhe ecim sipas qëllimit të Perëndis, jo pas sipas mënyrës sonë. Motra dhe vëllezër, jeta me kuptim të përjetshëm kërkon ndryshim radikal të marrëdhënieve tona. Ta them edhe një herë, ndryshim radikal të marrëdhënieve tona, jo të fokusuara tek vetja, duke jetuar për veten, por duke jetuar me qëllim që të tjerët të ndërtohen. Të përdorim vuajtjet tona si shërim për të tjerë. Të mbajmë gjithmonë një derë të hapur për ata që kanë rënë apo që kanë ikur. Të gjejmë guxim të besojmë njerëzve. Unë nuk jam dakord ta marri filani drejtues përsëri shërbimin. Rregulloni qëndrimin, motra dhe vëllezër, sepse kemi probleme në këtë pikë. Ne jemi këtu një kishë e Perëndis që mbështetemi në fuqinë e Perëndis dhe secili një në duart e tij. Dhe së bashku Perëndia punon nëpërmjet nesh me çdo gjymtyr, me kontributin e çdo gjymtyre për të ndërtuar, për të rritur trupin e tij në dashuri. Prandaj pyetja si duhet është, a ja keni mbyllur derën përfundimisht shërbimit tuaj ndaj Zotit? Sepse dikush nuk ju ka vlerësuar, mos e bëni këtë. Mos e bëni këtë. Sepse ne shërbejmë Perëndis dhe një ditë do të shpërblehemi për ata. Edhe qoftë edhe me pritja çdo gjë. Mos hikni hapa mbrapsht në shërbim, po ecni hapa përpara në shërbim. A keni hequr dorë nga njerëzit? Mos hiqni dorë. Nuk është ky karakteri i Krishtit. Le të kthehemi te mësimi i sot për te frikës. Është mjaft e rëndësishme. E do të shohim sot ka fitore në çdo rrethan. Sa do e vështirë të jetë ajo. Ne folëm mësimin e parë për te frikës, ka fitore mbi mëkatin. Ka fitore gjithashtu folëm mbi gjigantët. Ka fitore mbi heshtjen. Domethënë, duhet jemi kurajoz për të ndarë ungjillin e Jezu Krishtit. Sepse unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, tha Pali. Ai është fuqia e Perëndis për shpëtimin e cili do që beson ata judeun, më parë pastaj grek. Dhe nuk mund të mbaj gojën mbyllur, po ka fitore që të mund të hap gojën, edhe të jem kurajoz, trim, edhe folëm për këtë javën e kaluar. Sot do të shohim ka fitore mbi çdo rrethan
Kështu që mund të guxojmë në mes të vështirësive. Në mes të çfarëdo situate që jemi, le të lutemi së bashku. Ati dashur, faleminderit Perëndi për njerëzit e tu që janë sot. Jam mirënjohës Perëndi që ti je mirë dhe besnik, edhe na mbledh së bashku, na flet Zoti im. Faleminderit gjithashtu Zot që vlerëson se cili prej nesh Zot. Edhe nëse ne nuk vlerësojmë njëri tjetrin Zot. Por ti ai që na çmon, na vure në trupin tënd, jemi mishit tënd, kockave të tua, dhe ti na do. Edhe ne qëndrojmë në dashurinë tënde Zot. Po ti gjithashtu na mëson Perëndi që ne duhet të rritemi. Edhe të mund kuptojmë Perëndi gjërat me cilat ne kalojmë, janë për një qëllim. Gjërat me cilat ne përballemi, janë për një qëllim. Që të mund të ndërtohemi ne, por edhe gjithashtu mbi të gjitha, që të mund të shohim të tjerë të ndërtuar. Faleminderit që na udhëzon me parimet e fjalës sate. Dhe Zot, ne duam të na ndriçosh sot nga fjala jote. Në mënyrë që të mos mbështetemi mbi rrethana, sepse ndonjëherë kemi frikë. Dhe ndonjëherë si Pjetri heqim syt nga ti, e hedhim syt mbi stuhi. Edhe Zot na fol sot. Lutem Zot që nëse ndonjëri Perëndi im është i humbur, hapi syt të shpëtohet Zot. Le të ndriçojë drita e ungjillit të Krishtit në zemrën e tij. Lutem që fryma e shenjtë të flasë, të bindë ata ashtu siç ti premton në shkrimet për mëkat, për drejtësi, për gjykim. Ne mbajmë syt nga ti Zoti im. Na fal. Dhe më përdor Perëndi im. Jam thjesht një në duart e tua, asgjë më shumë. Në emër të Jezusit do të lutem. Amen. Kafitore mbi çdo rrethant, do të shkojmë te Filipianët 1, do të shohim disa gjëra, edhe ju inkurajoj ta lexoni në shtëpi pas mësimit Filipianët 1, po të doni më të mbani shni me një fletore, do të ishte një bekim. Por rrethanat në shërbim ose rrethanat në jetë nuk janë shpesh herë të këndshme. Jo gjithmonë gjërat janë të mira. Nuk është e lehtë të fitosh shpirtra apo jo? Si thoni? Është e lehtë të fitosh shpirtra? Nuk është e lehtë. E di që njerëzit të zgënjejnë gjithashtu në shërbim, sa folem për këtë. Ju do thoni, po unë kam sa njerëz që më kanë zgënjur, e di. E di gjithashtu që po t'jeni të sinqert dhe ju keni zgënjur Zotin. E di për këtë. E di që shërbimi duket i vështirë. Edhe di që rrethana duken fort jo të mira. E të mendosh që shërbimi 2026, pra nga shtatori deri në korrik 2027, të mund të jetë i suksesshëm, duket pak e vështirë apo jo? Sepse është e vështirë. Sepse njerëzit janë bërë më materialist, janë bërë më fetar, janë bërë më moskokçarët për ungjillin, duket e vështirë, kemi rrethana të vështira. Edhe djalli gjithashtu dëshiron që të shtysh shërbimin për nesër. A nuk do shërbej sot, nesër. Sepse rrethana nuk i kanë fort mirë, po ku të më rregullohen rrethanat, ku të vinë gjërat siç duhet, atëherë do filloj të lexoj Biblën, atëherë do filloj të shërbej, atëherë do Më fali, djalli gjithmonë do të shtyni gjërat për nesër. Dhe nesër do të shtyr për nesër. Dhe nesër për nesër. Dhe nesër mja nuk vjen kur. Sepse rrethanat janë ato që na bëjnë të shtyjmë gjërat për nesër. Por nuk duhet bazohet shërbimi në rrethana. Po duhet bazohet te Perëndia dhe premtimet e tij. A dini që 3 shokët e Danielit u përballën me një rrethan të vështirë? Ishte aq e vështirë saqë ju thanë, nëse ju do adhuroni idhull, atëherë nuk do hidhen në turrin e zjarrit. Dhe bota ka plot idhuj, po atëherë ata kishin një statuj të madhe. Edhe ata thanë, nuk do ta bëjmë. Nebukadnesari u zemërua, edhe e mbi nxehu furrën 7 herë. Edhe tha, nëse nuk do ta bëni, aty do përfundoni. Edhe ata pavarësisht rrethanave, qëndruan besnik me Perëndis. Pavarësisht rrethanave. Si do që të jetë rrethanat e shërbimit 2026-2027. Thirrja e Perëndis për ne është mos mbajmë syt e rrethanat se është e vështirë të fitojnë shpirtra. Po të mbajmë syt e Zotit, sepse Zoti është në gjendje të bëjë gjëra të mëdha, sepse ai vdiq për ta. Ai do çdo shpirt. Ne do të kemi në mendjen tonë mendimet e Perëndis. Edhe ata qëndruan. Ju kujtohet Pjetri gjithashtu, edhe Pjetri ishte duke ecur me Zotin, sepse bëri diçka që ishte pamundur. I tha Jezusi, nëse ti je Zoti, më urdhëro të ecë mbi ujëra. Hajde, tha Jezusi. Dhe u ngrit Pjetri dhe doli nga varka dhe eci mbi ujëra. Por në një moment i hoqi syt nga Jezusi, ktheu nga stuja, u fundos. Një krishter holandez jakori, që u burgos në kampet në luftën e dytë botërore dhe përkushtoi jetën e saj për të ndarur ungjillin me të humburit, tha: po të shikosh botën do shqetësohesh.
Po të shikosh brenda vetes, do të dëshpërohesh. Po të shikosh Krishtin, do të qetësohesh plotësisht. Mos shikni brenda vetes. Vetja është shgënjyese. As mos i mbani syt në rrethanat ose në botë. Tani kur bëhet fjalë për shërbimin biblik, shërbimi kalon në 3 faza. Nëse doni ta dini, nëse doni të shërbeni Krishtit, kalon në 3 faza. Qoftë shërbimi për ungjillin, qoftë shërbimi në trup, qoftë edhe shërbimi nëse keni me fëmijë të rinj student. Kalon në 3 faza gjithmonë. Edhe nëse kalon të parën, vetë tek e dyta, nëse kalon të dytën, vetë tek e treta. Dhe 3 fazat janë. Faza e parë është e pamundur. Domethënë ti përballesh me diçka, me një shërbim edhe thua është e pamundur, nuk bëhet. Domethënë dua të fitoj shpirtra, dua të kem dishepull, e di çfarë, dal andaj, takoj njerëzit, kolegët e mi janë të mbyllur, të afërmit e mi të mbyllur, ose dëgjojnë edhe janë të shpërqendruar, është e pamundur. Dua të fitoj të rinj në shërbim, është e pamundur. Dua të fitoj student, duket e pamundur. Dua të fitoj burra, gra, duket e pamundur. Edhe është ndodhesh, kjo është faza e parë që përballet me shërbim. Mojsiu tha, të vetë e o të nxjerrë Izraelin nga Egjipti, ata kanë ushtre. Ai është mbretëria më e fuqishme e botës. Është e pamundur. Por kjo është pika më e rëndësishme. Sepse është pika ku ti ulesh në gjunjë dhe i kërkon Perëndis që të bëj Perëndia atë që është e pamundur ta bëj të mundur. Sepse shërbimi nuk ndërtohet me inteligjencë njerëzore. Shërbimi nuk ndërtohet me aftësinë tuaj. Shërbimi nuk ka sukses se sa i zgjuar jeni. Shërbimi ka sukses kur ju kuptoni që është e pamundur. Edhe dorëzoheni. Edhe thoni Perëndis, vetëm ti, Zoti, mund ta bësh shërbimin të eci. Vetëm ti mund të fitosh shpirtra. Vetëm ti mund të bësh që kjo enë prej balte të mund të ketë sa do pak impakt. Ndikim në këtë botë të humbur për të fituar shpirtra që kanë një ndikim për gjithë përjetësinë tonë. Ose për të fituar shpirtra që do të jetojnë për jetë. Kjo është pika e nisjes. Kur ndodhesh përballë një sfide. Gedeoni tha, unë jam më i vogli, nuk mundet. Perëndia lejon këtë fazë që ti të heqësh syt nga vetja jote. Të mos krenohesh me forcën tënde. Të mos mbahesh në forcën tënde, por të kuptosh se ke nevojë për atë dhe vetëm për atë, sepse Jezusi tha, pa mua nuk mund të bëni asgjë. Prandaj nëse do nisësh një shërbim, atë fillon me është e pamundur. Dhe pamundura të çon në gjunjë sepse ti nuk bën dot. Nëse ti e bën me forcën tënde, do vesh një herë, 2 herë, 3 herë, pastaj do biesh. Pastaj kur bie, atëherë kupton thua është e pamundur. Atëherë po fillon të kalosh fazën e parë. Nëse akoma je në atë që qohesh me fuqinë tënde vrapon, derisa të dorëzohesh plotësisht, nuk mund të kalosh në fazën e dytë. Nuk mundesh. Dhe faza e dytë. Okej, u dorëzova te Zoti. Zoti tha Mojsiut, prit pak. Nuk do ta nxjerrësh ti, do ta nxjerr unë. Zoti ju thot juve, nuk do i shpëtoni ju shpirtra, do i shpëtoj unë. Jo Zot, po dalun. Unë kam dhënë kërkesa lutje. Unë kam thënë po ndaj ungjillin me 5 njerëz çdo javë. Unë, Zot, unë. Shko po e thot Zoti. Baja. Unë Zot do ta bëj të mundur shërbimin të lulëzoj. Baja. Unë Zot do të bëj të mundur që të mblidhet gjithë kisha. Baja. Baja. Nuk e bën dot. Sepse nuk është punë e një njeriu. Nuk është punë intelektit, nuk është punë arsyetimi njerëzor. Është puna e Perëndis për të bërë në kishën e tij me njerëzit e tij. Është çështje frymërore motra dhe vëllezër. Po kur kupton pikën e parë, okay, Mojsiu shkoi. Ju dorëzoheni, shërbimi fillon. Sa fillon shërbimi, ju hasni vështirësi. Gjërat nuk ecin siç duhet. Edhe gjërat bëhen të vështira. Nëse keni shërbyer ndonjëherë dhe keni kaluar në këto nivele, po më kuptoni, nëse jo, duhet të kaloni në këto nivele, ta kuptoni çfarë po them. Gjërat bëhen të vështira. Edhe nisa shërbimi çdo gjë mirë, ca vin, ca nuk vin, kanë probleme, ande, këtë. Nuk po ecin gjërat siç duhet. Bibla na tregon që Mojsiu shkoi.
Edhe u dorëzua, tha, "Okej, Zot, ti do ta abshirosh." Kur shkoi, ç'a bëri? Vajti te faraoni. Ç'a bëri faraoni? Faraoni tha, "Ta janë për taç, ta janë dembel, ndryshoani." Thanë, "Bëjnë sasi tullash, sa është sasia kaq." Të njëjtë sasi tullash që ju a çoni kashtën atyre pra lëndën e parë, le ta bëjnë, por ta bëjnë tani të vend ta kërkojnë vetë lëndën e parë. U përhapën ata, po nuk bëhe. Edhe lëndën e parë, edhe sasinë e tullave. Edhe ajo që ndodhë që ata shkojnë pasaj dhe thonë, "Prit, nuk ndodh kjo, nuk bëhet," i thonë faraoni. Faraoni thot, "Jo, do ta bëni këtu." Pastaj ata vënë takojnë Mojsiun dhe thonë, "Dëgjoj, na më duket se na vura shpatë për ta therrur. Sepse ajo që po bën është shumë e vështirë." Po Mojsiu është dorëzuar te Zoti. Po shërbimi ka vështirësi. Prandaj faza e dytë të fillosh të kuptosh që kur shërben me Perëndin ka vështirësi. Nuk është e lehtë. Sepse Bibla thot dhe ofiçarët e bijve të Izraelit e pasi gjendja që e keqe, pastaj u tha, "S'keni për ta paksuar sasinë e tullave të normës së përditshme." Kështu ndodh me ne. Edhe pastaj ne themi, "Ku gabova? Ç'a bëra? Ç'a thash? Ç'a nuk po bëj gjëra të mirë?" Nuk po ecë shërbimi, edhe filloj jam në një borbu këtu duke u lëkundur me gjithë të vështirësi, edhe kam dorëzuar vete, nuk po i bëj më, po i besoj Zotit. Por gjërat janë të vështira. Zoti e përdor këtë fazë të vështirë, jo për të shkatëruar, po për të ndërtuar karakterin tënd, për të forcuar besimin tënd, dhe për të mësuar të ecësh me durim, duke u mbështetur te prania e tij ditë pas dite. Me durim. Nuk e lash shërbimin këtë javë. Me durim. Dhe javën tjetër nuk e lash. Me durim. Dhe javën tjetër nuk e lash. Me durim. Dhe javën tjetër nuk e lash. Me durim. Në marrëdhënie të ngushtë me Zotin. Dhe kur kalon këtë fazë, që duron me gjithë vështirësitë, shtrëngimet, gjëra, e dini çfarë? Po të pyesësh njerëzit të thuash, "A do shërbeni?" Më mirë ta bëj filani. E dini çfarë duan ata? Ata duan të mos rriten. Ata duan që niveli 2 të mos e kalojnë. Te niveli 2 të shërbimit, po flas. Shërbimi ka 3 nivele. Por motra dhe vëllezër, nuk bëhet shërbimi me fuqinë tuaj. Sepse ndoshta keni ngel te niveli parë. Por do të rriteni. Po edhe nëse e keni dorëzuar veten, jeni besnik javë pas jave, ditë pas dite, dhe nëse nuk po shikon rezultate. Duke bërë atë që Zoti thot, duke u mbështetur në praninë e tij. Dhe hapi i tretë është përfunduar. Ndërkohë që je besnik, vjen një pikë, Zoti e kryen. Ti shikon fryte, ti shikon shërbimin që ecën, ti shikon gjërat që Perëndia ai ka realizuar, ti shikon gjithashtu që Izraeli ka dalë nga Egjipti. Po nuk doli me një herë apo jo. Doli në kapitullin 12, por Zoti e thirrën në kapitullin 3. Dhe Bibla thot në ndodhi që në përfundim të 430 viteve, madje ndodhi në të njëjtën ditë e tërë ushtria e Zotit doli jashtë nga trualli e Egjiptit. Pra ti sheh përmbushjen e premtimeve të Perëndisë. Edhe me rezultatet në këtë pikë, sepse Zoti është besnik dhe ai mban fjalën e tij. Faza 8 është pika e mbërritjes, është momenti fitores. Nuk u dorëzove në fazën e parë. E kalove atë, domethënë dorëzove veten aty. Është e pamundur po, por Zoti bën gjërat e pamundura të mundura. Ja kurajoz, sepse Perëndia yt është një Perëndi i fuqishëm. E dyta është duron me besim në një marrëdhënie të ngushtë me Zotin në praninë e tij. Provë pas prove, vështirësi pas vështirësie. Dhe e treta është, tani e shef që ajo që dikur ishte pamundur, Zoti e bëri të mundur. Amen. Zoti e bëri të mundur, po nuk është çështja e një fjale. Mund të shikosh në muajt me shtrëngime, duron me shtrëngime dhe pastaj ja kur korri rezultatin. Prandaj mos dëgjoj rrethanat që të thonë se diçka nuk është e mundur, por dëgjoj vetëm atë që thot Zoti. Tozer ka thënë, një njeri mbushur me frymën e shehtë nuk kontrollohet nga rrethanat e tij. Rrethanat kontrollohen nga Perëndia që banon brenda tij. Dhe nëse Zoti i la me një qëllim, atëherë dorëzohen te Zoti. I besoj Zotit, jo rrethanave. Si do që të jetë rrethanat, vazhdoj të eci përpara me besim. Tani të kthehemi te mësimi, ka fitore në çdo rrethan të vështirë. Së pari janë 3 gjëra që do ndaj shpejt. Së pari, duhet të kuptojmë që vështirësitë
kanë një kontekst frymëror, jo fizik. Pra do të kuptojmë që vështirësitë nga Perëndia dhe gjithmonë ngjarjet që ndodhin në jetën tonë nuk ndodhin rastësisht. Historia nuk është gjë tjetër vetë se Perëndia duke punuar, djallit duke kundërshtuar. Por në jetën tonë të krishterë, vështirësitë kanë një kontekst frymëror, nuk kanë kontekst thjesht fizik, të rastishëm, pa qëllim, pa kuptim. Pali thot, por dua që të kuptoni vëllezër se gjërat që më ndodhen përkundrazi kanë ndihmuar në përparimin e Ungjillit. Pali duke thënë që ka ndodhur ca gjëra në jetën time. Edhe ai çfarë ka ndodhur? Ai nuk po informon ata, domethënë të mbani informacion. Ai po tregon atyre rëndësinë të kuptuarit që gjërat që i ndodhen Pali kishin kontekst frymëror. Nuk po ndan informacion. Unë jam në burg. Jo, nuk po thot ata. Ai po thot që ato gjëra që mua më ndodhen kapin frymërisht, sepse unë i kuptoj që janë frymërisht. Edhe Pali është në situatë të vështirë. Ai është në burg, kisha në Filipi ka probleme, ka pastore të sëmurë rënd. Lexoni kapitullin 2 do të gjeni pa fare që ishte i sëmurë gati për vdekje. Edhe gjithashtu kanë për vdekje për kauzën e Krishtit. Atë situata nuk është fort e këndshme. Pastore shtruar spital në reanimacion. Pali në burg, kisha ka për vdekje. A mund ta kapni pak situatën? Dhe Pali u thot atyre jeni të gëzuar. Nuk funksionon apo jo? Por funksionon. Ka shumë kuptim. Pali është i burgosur, nuk ka mundësi të ndajë Ungjillin me shumë njerëz. Lidhur me një roje romake 6 orë, pastaj ndroi një roje tjetër. Ai po pret gjyqi përpara Cezarit, edhe është rrezik për vdekje. Edhe Pali thot, gjërat që po më ndodhin, kanë një arsye frymërore. Dhe unë kam një pyetje. A kuptoni që gjërat që po ju ndodhin kanë një arsye nga Perëndia? Sepse ky është mesazhi. Shpeshherë kur njëri kalon një vuajtje, edhe kur ne lutemi për ta, një nga gjërat që ne lutemi gjithmonë për ta, është që Zot, lutem që t'i hapër syt, që kjo vuajtje, me të cilën po kalon, ka një qëllim dhe një arsye nga ti. Pastaj ne lutemi që Zoti ta ndihmojë ta kapërcej vuajtjen. Është shumë e rëndësishme të lutesh në mënyrë biblike. Ka një ndryshim në fakt midis tokës dhe parajsës. Cili është ndryshimi? Në tokë jetohet me besim. Në parajs nuk ka nevojë për besim. Shumë gjëra, motra dhe vëllezër, në tokë ne nuk i kuptojmë. Nuk kuptoj pse më ndodhi kjo. Nuk kuptoj pse kalova këtë gjë. Nuk kuptoj pse vuajta në këtë. Nuk kuptoj pse kështu, pse ashtu, pse kështu. Nuk e kuptoj. Por e çfarë? Po i besoj Zotit, një hap besimi, besoj edhe një hap tjetër. Edhe pse nuk e kuptoj. Edhe çfarë? Besimi më bën të avancoj përpara, edhe pse nuk e kuptoj, sepse Zoti është në kontroll të gjërave dhe Zoti e di më mirë. Por unë i besoj atij, edhe pse nuk e kuptoj, i besoj atij. Dhe besimi na bën të ecim. Po kur të vemi në parajs, motra dhe vëllezër, ne do kuptojmë, wow, kjo vuajtje ishte për këtë, kjo gjë ishte për këtë, ky problem ishte për këtë. Edhe do të shohim që Zoti përdor këto gjëra për karakterin ton, i përdor gjithashtu për të ndihmuar të tjerët, i përdor për një qëllim, për të lartësuar veten. Atje kemi të gjitha përgjigjet në parajs. Po këtu jo, por toka është vendi i besimit, parajsa është vendi i kuptimit. Jo çdo gjë do t'i kuptojmë tani. Duhet të kemi besim te Perëndia ynë, të jemi të duruar në vuajtje. Edhe nëse nuk e gjejmë dot përgjigjen menjëherë. Pse unë? Pse mua? Pse fëmijët e mi? Pse familja ime? Pse tani? Por unë duhet i besoj Zotit. Me gjithë problemet, me gjithë vuajtjet, me gjithë do të hap besimi, edhe një hap besimi duke u mbajtur në hirin, mëshirën, dashurinë e Perëndis, duke i besuar Perëndis, duke qenë besnik në gjërat që Perëndia më kërkon. Jo duke braktisur. Bani mend Jozefin? E bani mend? Nuk e kuptoi Jozefi pse vëllezërit e tallën. Pse e hodhën në grop? Nuk e kuptoj pse e shitën. Po të ishit ju në vend të Jozefit, ato të kishin kuptim këto gjëra. Më tallë, më shit, më qua sklav. Po kur ai u bë kryeministri i Egjiptit, apo i dyti pas faraonit, kuptoj që Perëndia kishte një plan për të mbajtur gjallë një popull.
Ju nuk mund t'i kuptoni të gjitha motrat e vlezër. Mund t'i besoni një Perëndia që është besnik dhe i drejtë. Pavarësisht stuhisë, pavarësisht situatave. Ai ka një plan me ju. Mbauni tek Zoti. Sepse duhet të shohësh hallet me besim te Zoti, duhet të shohësh problemin me besim te Zoti, duhet të shohësh vështirësinë në shërbim me besim te Zoti. Duhet të shohësh që Zoti duke punuar me ty. E keni dëgjuar ndonjë shprehje më prish dita? Se kështu themi, na doli përpara mu vajti dita tërës. Edhe gjithë dita pasaj me mbrapsht. Po shikoj gjërat në dritën e fjalës Perëndis. E dyta, vështirësitë perceptoj përtejs provës. Pali thot, për dua që të kuptoni vlezër se gjërat që më ndodhen, pra pa i po tregon tani gjërat që më ndodhen, përkundrazi kanë ndihmuar në përparimin e Ungjillit. Pra do të thotë të shohësh përtejs provës, përtej gjërave, është si të zhvillosh pikën e parë, por prapë qëndron të shohësh përtej gjërave pse po ndodhin këto. Ai po u tregon besimtarëve të shohin planin e Perëndis, matans provës. Kur ndos një fatkeqësi, mos shiko vetëm problemin, por shiko pse shko matan asaj, dhe të mos gjykojmë përpara kohe. Pse? Sepse parkojnë Korinta 4:5 thot, prandaj mos gjykoni asgjë përpara kohe derisa të vijë Zoti. Derisa të vijë Zoti. Sepse kur të vijë Zoti do zbulohen gjërat apo jo. Pra, e shikon që je në vuajtje, e shikon që je në sprovë, shikoj përtej asaj. A mund të gjykojmë ne një libër vetëm duke lexuar mezin e librit? Jo. E dini pse? Do të shohësh deri në fund. A dini që historia juaj s'ka mbaruar akoma? Ja merrni frym akoma apo jo? A ka mbaruar historia juaj? Pra ju jeni në provë sot, ose ishit dje. Pra mos e gjyko para kohe. Shiko matan, sepse Zoti është ai që mban fundin. Prandaj duhet të kthehemi prapë tek Jozefi. Nga perspektiva e njerëzve, vëllezërit e Jozefit kishin një plan, ta heqim qafën. Nga perspektiva e Perëndis, Perëndia kishte një plan, s'ka mbaruar historia me Jozefin. Të mbaj gjallë një popull. Prandaj mos i shikoni gjërat fizikisht, por ka përcjeni ato, duke i parë frymërisht, duke besuar Zotit. Motivi i njerëzve mund të jetë i keq, por motivi i Perëndis gjithmonë është i mirë. Ne priremi për lehtësi. Për shembull, të kalojmë sëmundje shpejt, të heqim dhimbje shpejt, të kalojmë sprovë shpejt, ndërsa Perëndia kërkon dhe punon në ne që të na jap karakter, që të na pjek, të forcojë karakterin ton. Dikush thotë, o Zot, pse ka gjatë? Po vuaj, më mirë mbylla shpejt. Nëse do mbyllte shpejt, nuk do të bëhej ndjeshëm, nuk do të bëhej dhimbshur, nuk do të mund të kishte karakterin e një njeriu që ka kaluar kaq shumë sfida, që është gati të mund të vi pranë një njeriu që ta ndihmoj në ato sfida. Nuk do të mund të bëhej burri që Perëndia donte të bëhej. Nuk mund të bëhej gruaja që Perëndia donte të bëhej. Nuk mundej. Nëse do të ishte shpejt. Prandaj shi për te vështirësive. Dhe Pali tha, dhe të mos gjykojmë para kohe. Dhe fundit është vështirësitë analizoj biblikisht. Tani Pali thot, dua të kuptoni që vëllezër se gjërat që më ndodhen, çfarë thot? Wow, përparuan. Është pak e vështirë tani apo jo? Domethënë Perëndia lejon sa gjëra në jetën tonë. Edhe ato kanë një qëllim tani. Sepse qëllimi është i Perëndis është të përparohen gjëra. Edhe të ndonjëherë vështirësitë bëjnë që të ndalojnë. Për shembull, në kohën e Ezrës, Nehemias, ishin vështirësi që ata u përballën, u ndaluar ndërtimi i tempullit, edhe patjetër Zoti pati një mësim me ata, por këtu thotë që gjërat avancuan përpara. Tani kam një pyetje, si ishte më efektiv Pali? I lirë apo në burg? Përgjigjuni ndershmërisht. Kush mendon që Pali ishte më efektiv kur ishte i lirë? Të ndershëm. Vetëm 3 veta. Okej. Kush mendon që Pali ishte më efektiv në burg? Shpresoj që tërë të ngrini dorën, ju që se ngritën. E kuptoni që po flasim? Tani, ne si njerëz ju të thoni, unë e kuptoj logjikën e predikimit, kështu që e di që është më i lirë të jetë në burg. Jeni të sinqertë, është më e lirë për ne nga ana njerëzore. Gjykojmë që nëse Pali do ishte i lirë, ishte më efektiv. Por Pali thotë, gjërat që më ndodhen bën që Ungjilli të avancojë. Tani Pali në burg vetëm
Nuk ka njëri. Ka vetëm një roje. Ndonjëherë vjen ndonjë burgosu tjetër aty. Dhe Pali ndan me Kolosianët, thotë lutuni për një derë të hapur. Pali ishte në burg. Edhe ka 6 orë një njëri. Nga jetë, 6 orë. Pastaj fillon ndan ungjillin. Vjen roja tjetër. 6 orë me rojën tjetër. Ai s'ka tjetër. Vetëm roja. Fol. Pastaj vjen Onesimi aty brenda. Ai ndan ungjillin me ta. Edhe kur shkon Filemoni, thot biri që më lindi në pranga. Pali në burg. Lutuni për një derë të hapur. 6 orë me këtë, një tjetër, 6 orë me këtë, një tjetër, 6 orë me një tjetër. Tani shikoni pak çfarë na thot Perëndia. Para se të them atë, përmes dështësive Perëndia përgatit për të quar ungjillin aty ku këmbët tuaja nuk e arrin. Sepse Pali e ktheu burgun në një vend për të shërbyer Perëndis. Te Filipianët 4:22 thotë të gjithë shenjtorët ju përshëndesin. Te Filipianët. Përshëndesni për sidomos ata që janë nga gjindja e shtëpisë Cezarit. Pali po u shkruan nga burgu atyre. Edhe Pali po tregon për jetën e tyre, u tregon Filipianëve dhe u tregon atyre me qëllim që siç i ka ndodhur aty në jetë, ta marrin tani ta shohin jetën e tyre, ashtu siç Pali e shikon jetën e tij. Që do të thotë që gjërat që ndodhin në jetë, Perëndia i sjell për të avancuar, nuk i sjell për të ndaluar. Problemet po flas, sfidat po flas, vuajtjet po flas. Pra Pali arriti atje ku nuk mund të arrinte dot. Kush ta lindte Pali? Pali ishte në burg. Kush ta lindte vendet e shtëpisë Cezarit? Po roja po. Pastaj roja fitoi kapitenin, pastaj kapiteni vajte fitoi një tjetër, pastaj vajte në gjendjen e shtëpisë Cezarit. Sepse kështu punon Perëndia. Ai përgatit vështirësitë në mënyrë që këmbët tuaja të shkojnë atje ku nuk shkojnë dot. Dhe si shkojnë këmbët tuaja atje ku nuk shkojnë dot? Përmes vështirësive. Pra ndikimi i tij ishte aq i madh sa ungjilli u përhap në pallat mbretëror. Kur janë në kufizim, mos e shiko atë kufizim si një burg, por shiko si një audiencë që Perëndia të ka dërguar që fjala të përhapet edhe gjërat të përparojnë. Çdo sfidë, çdo devijim të agjendës tënde, çdo hall, çdo fatkeqësi, çdo provë lidhe me Perëndin, që Perëndia të përdor. Shiko aty, si mund të më përdor Zoti, si mund të përdor, më kthyen gjërat. Me iku avioni, çfarë do bëj? Me iku treni. Rastuhi sot, nuk vajta në punë, çfarë do bëj? Gjithmonë ka një arsye nga Perëndia pse i ndodhin njerëzve të tij gjëra. Sjell përparim, sjell inkurajim. Sot dhe shumë prej vëllezërve në Zotin duke u inkurajuar për prangave të mia. Wow, domethënë çoi ungjillin atje ku nuk shkonte. Burgu. Por gjithashtu dha zemër që ndoshta në një mënyrë tjetër nuk bëhen në zemër. Pani një ri që buante, i kishte me probleme, me shtrëngime dhe çfarë, dhe prapë ishte besnik. Dhe prapë i shërbente Perëndis. Dhe prapë ungjillizonte. A dini çfarë? Kur ju përballeni me vuajtje probleme, edhe jeni besnik në kish. Edhe me gjithë sfidat, vini përsëri, sepse i besoni Perëndis. A dini çfarë bëjnë të tjerët që kur ju shohin me halle, me probleme dhe përsëri jeni besnik, ata marrin zemër. Një nga gjërat më sfiduese për mua, me që nuk është këtu, mund ta them publikisht, është kur shikoja Fioride me gjithë problemet, edhe me zgjidhje, edhe vinte rregullisht, dhe është rregullisht të diellave, rregullisht të mërkurave. Më ka sfiduar, sinqerisht më ka sfiduar. Sepse e dini çfarë? Kur ju përballeni me sprovë dhe i shndroni besnik Perëndis, ky është nxitja dhe inkurajimi më i madh që mund t'i jepni dikujt. Jo sepse nuk keni gjë më të mirë për të bërë dhe vini në kish. Jo, nuk është ashtu. Jo, ku nuk keni gjë për tjetër për të bërë dhe vini në kish. Nuk është ashtu. Jo, sepse nuk keni gjë tjetër për të bërë dhe vini në shërbim. Nuk është ashtu. Por sepse edhe me vështirësi, edhe me probleme, qëndroni besnik duke i shërbyer Perëndis. Kur ti përballesh një problem dhe qëndron besnik, ti po i jep leje dikujt tjetër që të jetë i guximshëm. Amen. Të jetë i guximshëm. Ju të thoni, po a kishte arsye Fiorida të thoshte nuk mund të vini kish? Po të merrem me këtë psikologji po. A kishte arsye Pali? Po të merrem me psikologji njerëzore po. E di të themi po, të kuptoj. Po nuk është kështu motra dhe vëllezër. Sepse vuajtjet dhe sfidat që Zoti ju jep janë me qëllim. Shikojeni frymërisht, besojeni Perëndis. Zbulojnë qëndrim gjithashtu. Pali thot, njëra Pal predikon Krishtin për polemik dhe jo me sinqeritet, duke
pa ndehur se i shtojnë sfilitje e prangave të mia, për pala tjetër nga dashuria, duke ditur se unë jam vënë për mbrojtjen e Ungjillit. Në vështirësi zbulohen qëndrimet e zemrës. Ja kur gjërat janë mirë. Shok të mirë jemi të gjithmonë kur gjërat janë mirë, por kur jam në vështirësi të gjithë braktisin, atëherë në vështirësi do të duken shok të mirë apo jo. Edhe njëri pa shpëtuar e kupton këtë. Tani kur Pali ishte në burg, çfarë bën disa? Disa, ndërkohë që Pali ka kaluar jetën e tij për të ndërtuar kishën, disa çfarë bënin? E kalonin jetën e tyre për të denigruar Palin, për ta ulur Palin, për ta hedhur poshtë Palin, ndërsa të tjerë predikonin nga dashuria. Edhe Pali merr të zemër. Motra dhe vëllezër, kur shërbesa bëhet garë me njëri tjetrin, është humbur qëllimi që Zoti ka për ty. Disa kërkojnë lavdi personale nga anëtarët mbi pastorin. Disa kërkojnë vëmendje personale tek anëtarët mbi pastorin. Por duhet të kërkoni lavdi për Perëndin, jo për veten tuaj. Duhet të kërkoni lavdi për Zotin, jo për veten tuaj. Atëherë çfarë thot Pali në vargun 18? Pavarësisht në çdo mënyrë, qoftë me pretekst atë vërtet, Krishti predikohet dhe në këtë ngazullohem dhe do të ngazullohem. Pali ishte shqetësuar për lavdinë e Perëndis. Pali na mëson prioritet absolut. Nëse qëllimi yt është lavdia e Krishtit, atëherë nuk do lëndohesh nga motivet njerëzore. Nuk do kërkosh interes personal. Le ta mbyllim nga Isaia. Isaia 40:31. Por ata që presin në Zotin do ta përtrin forcën. Ata do të ngjiten me flatra si shqiponja, do të vrapojnë e s'kam për të lodhur, do të ecin e s'kam për të mpapur. Sepse ata ecin me besim. Edhe një shqiponjë çfarë bën? Nuk shmanget stuhis, ecën mes për mes stuhis. Besimi nuk e mohon se rrethanat ekzistojnë. Janë. Është e vështirë të fitosh shpirtra. Janë. Është e vështirë të mund të bësh punën e Perëndis. Është. Por besimi beson se Jezusi është më i madh se çdo rrethan që mund të të rrethojë. Ju keni ndikim mbi dikë. Dikush ju vëzhgon ju, edhe në vështirësi, edhe në kohëra të mira. Si silleni në vështirësi? Mos u mbaj vetëm si të bësh shërbimin, por si ta përfundosh atë. Pa i syt në vijën e finishit, ta përfundoj garën, duke qëndruar në shërbim. Pra ka fitore në çdo rrethan të vështirë. Shikoj vështirësitë frymërisht. Perceptoj përtejs provës. Analizoj biblikisht. Sjellin përparim, sjellin inkurajim, zbuloj çndrimet e zemrave të njerëzve. Dhe një njeri mbushur plot me frymën e shehtë nuk kontrollohet nga rrethanat. Rrethanat kontrollohen nga Perëndia brenda tij. Do të pyes, a keni hequr dorë nga shërbimi ndaj Perëndis? Mos hiqni dorë. Është një nder të shërbejmë Perëndis. Më i linduri prej gruaje, sigurisht përveç Jezu Krishtit, por Jezusi tha, më i linduri prej gruaje, tha, nuk jam i denjë të ulem e të zgjidh lidhësat e sandaleve. Po krijuesi i qiejve dhe i tokës na ka dhënë privilegjin të shërbejmë atij. Le ta bëjmë me gëzim. Po ka vështirësi, kush tha që jo? Po kemi një që është me ne, dhe nëse ai është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? A keni hequr dorë nga të tjerët? Mos hiqni dorë. Mos hiqni dorë nga të tjerët. Përdorni provat që të ngrini të tjerët lart. Mos hiqni dorë, besojuni atyre. Guxoni të përfshini në shërbim. Mos jetoni bazë rrethanave, jetoni me anë besimit. Shikojni rrethanat frymërisht, jo njerëzisht. Perceptoj përtejs provës, sepse historia s'ka mbaruar akoma. Kujtoni jetën e Jozefit. Analizoni biblikisht, sjellni përparim, çojini Ungjillin atje ku nuk mendoni se do vej. Inkurajojeni dhe nxisni motrat dhe vëllezërit. Vështirësitë tuaja, vështirësitë e mia, ku ne qëndrojmë me besim dhe zbulojnë qëndrimet e zemrave. Disa shërbejnë me motiv personal, por nuk shërbejnë të gjithë kështu motra dhe vëllezër. Disa i shërbejnë Perëndis. Dhe e bëjnë këtë, sepse dashuria e Krishtit i shtrëngon. Dashuria e Krishtit nuk është luftë brylash në kishën lokale. Është dashuria e Krishtit që na shtrëngon të shërbejmë atij. Dhe t'ulim kokat.
nuk e di ku jeni, në marrëdhënie me Zotin, nuk e dini çfarë Zoti ju ka folur, ju ka nxitur në krajuar apo qortuar. Lutem përgjigjuni përpara Perëndis. Ai është Perëndia juaj. Ai është ai që ju flet. Ai është ai që ju foli. Ai pret që ne të marrim vendime, të bëjmë zgjedhje. Edhe le të marrim vendime të mençura. Le të bëjmë vendime të matura përpara Zotit tonë.